Ne kemi qenë afër 150 familje Po? këtu në Mbolan. Tani kanë ngelur që banojnë rreth 50 familje. Rreth 50 familje. Po edhe ata që kanë ikur në kofushatash, se kanë mbjell gjithë tokën në ullinj, vinë dhe punojnë për të marrë prodhimet e tyre. Na kuptoj. Po e kanë shumë të vështirë për transportin dhe për çdo gjë tjetër. Të kuptoj. Profesor, si ndihesh ti kur shikon këtë shkollën në këtë gjendje? Se këtu ke derdh jetën, besoj. Po, unë kam punuar rreth 10 viteve mësues pranë kësaj shkolle. Dhe kur e shikoj në këtë gjendje, më rrëngjithet mishi. Këtu kanë dalë shumë breza dhe fëmijët e fshatit tonë kanë qenë shumë të zgjuar. Po thuaj, me shumëta e fëmijëve që kanë mbaruar shkollën këtu, kanë shkuar në universitet. Në të gjithë llojet e degëve. Po pse u lanë të shkollë në këtë drejtë? Duke i bashkuar shkollat, pati fatin Mbolani që të mos e ketë shkollën, por nxënësit të shkojnë në si. Po kjo është e Nuk dhimbshme kemi tani. as kopësht, as shkollë fillore, as qerdhe, që aty fillon ai edukimi i brezit të ri. Pra, qerdhe, kopë, shkollë, ujë s'keni, rrugë s'keni, o qa ka këtu përveç ullinjve dhe ju? As gjë tjetër. As një gjë tjetër. Se të thuar që është një fshat që nuk prodhon, edhe u braktis, po të braktiset një fshat i mbuluar komplet me kurora me ullinj, si rrallë herë. Me ullinje, me vreshta, me gjithë shka. Pra ka dhe vreshta. Po si s'ka. Ja unë për shembull kam afërsisht 5 dylim vreshtë. Si vjet bera, goxha rrush. Ku e qonë prodhimi? Rushin, si vjet për fat, ma mori një tregtar nga Tirana. Se ishe cilësisë mirë dhe Super, se është halli math e di unë. shumë aromatësh. Po ullinj ku i qoni? Ullinjt ja, me sakrificë të madhe. Shumicën e ullinjve e bëjmë vaj, pjesën tjetër e tregtojmë për... Po si e transportonin me këtë rrugë? Me shumë vështirësi. E nxjerrin mjetet, ja, traktori aty, e nxjerr deri në xhadet kryesore, pastaj me fugona, me... Mi që keni këta të veqjes, ata të mëdhenj s'hyn dot? Jo, ishte shumë e vogël ajo. Vetëm rrugë nuk quhet ajo. Ajo kërkon zjerim një herë, pastaj shtrim. Se është shumë e ngushtë. Faleminderit. Faleminderit ju, po interesin që keni ndaj nesh. Faleminderit.